Ne e dim që Islami është i bazuar në 5 shtylla. Në shahadet, s'ka mundësi me qenë një njeri musliman pa thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pa dëshmu se nuk ka zot që meriton mu adhuru veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërgumi Allahut, s'ka mundësi me qenë i shpëtuar këtë dhe në botën tjetër. Në 2, iqamis salah, të falurit e namazit, ita i zeka, dhënërit e zekatit, wa saumu Ramadan, të agjeruarit e muajit bekum të Ramazanit, wa hajjul bejt men istata ilehi sabila, dhe shkuarja vizita e shtëpisë zgjedhur të Allahut që e para në fytyrë tokës u ndërtu për t'u adhuruar Zotin ynë në qabën e shajt. Fadhkuruni adhkurkum, thot Allahu Teala, më përkujtoni mu, ju përkujtoj ju. Nëse ju përkujtoni Zotin të nderuar vëllezër musliman, nëse ne si rob të dopt që jemi përkujtojmë Allahun Azza wa Jall, Allah i ka më na përkujtu ne. Allah i kur të përkujton me mirësitë dhe dhuntitë e veta të shumta. Allahu të përkujton shëndetin tënd, Allahu të përkujton familjen tënde, Allahu të përkujton nevlat e tu, Allahu të përkujton riskin tënd, Allahu të përkujton ilmin tënd. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahun, Allah juve ka më mësu. Njëri kur absenon për diçka që ka pas mundësi me e bën dhe e kalon për Allah, çka ka tregu me këta? Disiplinë, sinqeritet. Andaj ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, lis-saimi farhatan. Agjerusi i ka 2 shpërblime, 2 gëzime i ka. 2 gëzime i ka. Një gëzimi kur të haje iftar. Gëzimi kur të haje iftar, dhe 2 gëzimi kur takohet me Zotin e vet. Me pa agjerusi këtë agjerim e bën në mënyrë të fshehtë. Lisaimi farhatan, se i ka 2 gëzime. Gëzohet që alhamdulillah e kryta dhe një ditë dhe shpreson moment të iftarit, Allah e ka lillahi utaqaum minan nar, çdo natë lëshon njerëz për zjarmet e xhenemit, shpreson mos jam unë sonte për aty në të lirum. Allah na boft ya Rabbi. Këto kur mos e harroni. Çdo natë Allah për çtyna xheruzve u afshin emnin për xhenemit, që ta thot nuk kanë me him në xhenem. Natë për natë. Dhe ky nxiton më kon çat sofër. Un ya Rab, un. Allahumma ja'alna min utaqa'in nar, o Zot na bën për të liruar për zjarmet e xhenemit ya Rabbi. Dhe vonon m'zdon më nda me Allahin Azza wa Jall. Dhe shpërblimin e dytë kryesorin e ka në ditë gjykimit, kur do të takohet me Allahun Teala, kur Allahu ka me i fol, kur Allah ka me i shpëtu prej urës siratit dhe prej xhenemit, e pasaj ka me i thirr, hajdeni se Zoti po do m'ju pa ju, edhe kur të shkojnë muslimant gjennet lit, mu taku me kont, me atë që tën jetën e kanë lut, i kanë lexu fjalët e tij apo se kanë një zonin, kanë lexu Kur'an, po fjalët të Allahut janë, po zonin se kemi një Allahu Teala. Jemi drejtu ka kibla, kana ka thonë Allahu, po se kem pa Allahun Azza wa Jall. E atë ditë vjen një zonë gjennet dhe thotë, në filon vendin me shku, se ju ka thirë Zoti. Dhe shkojnë, Allah i na bof për ty në ja Rabbi. Atëherë Allahu Teala ju fol gjennet live dhe ju thotë, Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Selam prej Zotit kini me pas ditë kiametit. Assalamu alaikum o banor të gjennetit. Këta i përgjigjen dhe i thejnë atë fjalë që e kanë thonë në dynjan të hijat, që mas namazit, kër e kem falë namazit, që ka thënë? Që dua kena mja thonë Allahit, që ata që e kanë thonë këtë dua në këtë dynjan mas namazit, kanë mja thonë Allahit, se që aty kanë me pa Allahin atër kësaj duaje, kanë me i thonë Allahumma anta salam wa minka salam. Zot ti e shpëtimi, ti e selameti, dhe shpëtimi vije prej vetës. A i një të knaqëm o rëbët e mi, kanë me thonë, po o Allah, po ti dje a i knaqëm me ne. Allah i ka me thonë, po mos t'i shakoni knaqëm me ju, si kësha shtin gjennet. Allah i në bo për banorëve gjennetit. Dhe kjo gjennet fitohet në këtë mënyrë, lisaimi farhatan,
agjeruesi i ka dy dyrë, i ka dy shpërblime. Shpërblimin e iftarit dhe shpërblimin e takimit Allahut. E ke bo këtë agjerim fshehtas njerëzve. Allah i ka me ta publiku në ditë gjykimit haptas njerëzve. Ata të cilët janë publiku në gjynan këtë dynja me hongër dhe me pi, kanë mu fsheh në dynja për mos me undi. Kanë me këshirë ku me ik. Që ata që u lavdrejshin o sami po pi makiatën në Ramazan. Këta që u ikën pijes dhe ngranjes në vakt në ndalum, Allah i kam i shpalos ata dhe kam i thonë prej derës Rejanit thirësi, ejnë sa imun, ku janë ata që agjerun për Allah, ku janë ata që e lanë bukën për Allah. E do t'i përgjigjen agjerusit, vetëm agjerusit, vetëm agjerusit, vetëm agjerusit.